Përshëndetje juve, faleminderit për interesimin. Me krahasu me ditën e djeshme, sot situata duket jetë më e qetë, mirë po me vazhdimin e shirave që parashihen, sigurisht se do të vazhdoj sikur dita e djeshme. Rrugët na kanë dëmtuar dhe urat për në Dobroshes, ato është problemi më i madh i qarkullimit, ndërsa probleme evidente diçka nuk kemi pasur. Po thirrjet janë vazhdueshme prej qytetarëve për të bërë vlerësimin e domeve. Nga nesër do të fillojmë punën me 2 komisione për vlerësimin e domeve, qoftë për ambestri familjare, qoftë edhe për biznese. Ndërsa sot mbështetje kemi mbutur jo japën ose vetëm vizita individuale në për familjet të cilat janë të strehuara të afërmit të tyre. Po tash në këto momente, domethënë ka disa orë që jemi të përpjekje që nivelin e ujit që po shihet mbrapa meje këtu ta paksojmë, kemi bërë një hapje të kanalit të veçantë për paksimin e nivelit të ujit, ndërsa në vendet të tjera nuk kemi problem. Domethënë, rrugët janë të kalueshme edhe pse me vështirësi, mirë po të gjitha rrugët janë të kalueshme. Sot jo, nuk kemi pasur.